Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, ditën e sotme me ne është bashkuar avokatja Alesia Balliu. Shumë faleminderit zonjë Balliu që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesën. Do nisim me një lajm të fundit, e quajmë të fundit sepse ka një lajm që ju përfshin ju me deputetin Bledi Hinçi, ai ju ka akuzuar për shpifje, na trego pak më shumë. Tani unë kam pasur faktikisht një akuzë për shpifje nga deputeti Hinçi për arsye se kam cituar të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Kam thënë që deputeti nuk e votoi lagja vet, po nuk e votoi, kjo është e vërteta. Është vetmja zonë në cilën PD-ja ka fituar çdo zgjedhje vetëm kur garoi deputeti Hinçi humbi dhe në lagjet vet. Dhe kjo kuti votimi doli minus. Kam thënë që ka votuar Tregu, babain e Suel Çelës, po këtë video e kanë thirrë jeta shef, se kam nxjerrë unë. Zotëria e ka votuar, unë kam thënë thjesht vërtetën. Kam thënë që ka marrë tendera në 2026 nga qeveria Rama, karburantit vllajt vet, po ja kanë publikuar me fakte reale në Facebookun tim. Kështu që unë midis gënjeshtrës dhe të vërtetën, zgjedh vërtetën dhe pa diskutim Hinçi zgjedh shpifjen. Kjo është diferenca. E dini për këtë pati? Që erdhi sot? Po më ka pas njoftuar faktikisht përpara që do më bënte pa di për shpifje, po gjithmonë i ka marrë me të qeshur pasi unë nuk po shpif, kështu që nuk ekziston padia, prandaj dhe gjykata e ka shpruar të papranueshme padinë e zotit Hinçi, ndaj meje ka refuzuar. Zonja Balliu, ju thatë dhe ne dim që zoti Hinçi ishte pjesë e listës mbyllur të qarkut të Elbasanit. Nuk fitoi, thatë pak më herët në zonën e tij, në lagjen e tij, që gjithmonë është fituar nga Partia Demokratike. Po, është bastioni i djathtë kur garoi ky zotëria, ishte era e parë që PD-ja humbi. Qartë, ai ishte në listën e mbyllur, ndërkohë ju që u shpallët më e votuara në primare, nuk ishit fare në listë. Çfarë treguesi është ky për Partinë Demokratike? Ky tregues është i qartë që bëhen pazare, sepse unë nuk e di çfarë koncepti tjetër të jap kur fut partinë në një garë, fut kandidatët në një garë dhe në fund ditës ti nuk respekton ato që votohen më shumë, por fut më pak të votuarit. Nuk di si ta cilësoj ndryshe përveç se me fjalën pazar, dhe vetëm pazar. Zonjë Balliu, përfitoj nga rasti që ju kam këtu, besoj që e keni parë ditët e fundit, një ngjarje që bëri shumë buj, më saktë një episod në emisionin Top Story në Top Channel, ndërkohë që zonja Grita Dulma kishte në emision Alfred Lelën pati një përplasje mes tyre si një ish funksionare e Partisë Demokratike, nëse mund ta quaj kështu atë për ju si një pjesëtare në një farforme e Partisë Demokratike, si e komentoni atë episod? Atëre Lela mbahet mend që me brek në përkëm dhe me brek në përkëm iku dhe nga studioja e Gridës. Ktu fillon dhe mbaron historia e zotit Lela. I referoheni atij episodi që ka pasur pak më herët me kryeministrin Edi Rama apo? Po për atë njihet, se për gjë tjetër nuk njihet. Kështu që me brek në përkëm miku, edhe nga ajo studio dhe nga ajo e Gridës. Qartë, për të rikthyer sërish tek aktualiteti politik, ju dihet, e kemi thënë dhe në këtë studio, që keni ndërmarrë një iniciativë vetjake për të qenë një nga kandidatët në garën për kryetaren e Partisë Demokratike. Edhe ju jeni vetë përjashtuar nga kjo garë, apo jo, si po ndiheni? Do të bëja një korrigjim të vogël, faktikisht nuk kam marrë iniciativë vetjake, se tjetër për veten time unë kam qenë shumë rregull. Kam marrë një iniciativë cilën ma kanë kërkuar demokratët, ma kanë kërkuar shqiptarët dhe pa diskutim unë jam përgjigjur pro thirrjes së shumë individëve të cilët duan gjeneratën e re dhe ndryshimin në Partinë Demokratike, që duan garën, duan barazin, duan demokracinë, duan që kjo parti të fitojë, duan që kjo parti mos përdoret për interesat personale të një personit vetëm. Kështu që në kontekstin e interesit unë kam interes publik, jo interes personal apo vetjak, edhe doja ta specifikoja këtë pjesë dhe pa diskutim që përjashtimi im ka ardhur një të natës nga Flamur Noka, por nuk ka shkres për përjashtimin tim. Pasi as kryetari i Degës që ishte aktuali, as kryesia nuk e votuan, kështu që është një vendim nul. Ndërkohë është duke ndodhur një proces tjetër në Partinë Demokratike, një proces që zgjedh kryetarët e degëve në të gjithë Shqipërinë, si e komentoni ju këtë proces?
Atëre është një proces i vagët, një proces që duhet bën të zhurëm, por në fakt është një proces i cili nuk ka më interesin e shqiptarëve, interesin e demokratëve, pasi çdo zgjedhje që po ndodh aktualisht po bëhet fasadë dhe po bëhet si në rastin e zgjedhjeve tani që doli edhe pak para minutash në media ajo që kishin futur flet votimi më shumë se ç'ishin aty realisht, dhe që aty kur dallohet qartë asi parregullësia, ku tregohet qartë asi mungesa e dëshirës për garë pa diskutim, që nuk mund të quhet një proces i rregullt demokratik. Zonja Balliu, të gjithë ftuarit që ne kemi pasur në podcast i referojmë këtu ish funksionarëve të lartë të Partisë Demokratike, zoti Edmond Spaho, zoti Enkeleda Libeaj, zoti Gazmend Koduzi, po ashtu ka qenë pjesë e këtij podcasti, kanë rënë dakord në një pikë që Partia Demokratike po rrudhet. Pse po ndodh kjo rrudhje dhe çfarë efekti do të sjellë kjo në garat e ardhshme elektorale? Pasi mungon gara, pasi nuk respektohet ligji, pasi nuk respektohet statuti Partisë Demokratike, pasi përjashtohen kandidatët dhe nuk lejohen garën kundërshtarët real të Sali Berishës, për arsye të frikës që ky i fundit ka nga gara, për arsye sepse ky përjashton këdo që plotson kriteret, ndërkohë ky që s'pranon dhe nuk po plotson kriteret nuk përjashtohet, po do të vot besohet për kryetar. Është një çmenduri kjo që ndodh. Teksa ju jeni përjashtuar ose vetë përjashtuar, siç quhen zoti Berisha, Evi Kokalari, po ashtu një nga kandidatet, zoti Saljani, po ashtu i vetë përjashtuar, me kë do të garoj zoti Berisha në këtë zgjedhje? Kë do ketë përballë sipas jush? Ai o do vot besohet ose do zgjedhë dikë që sa përcon që këtu ka garë. Por realisht gara qëndron me kundërshtarët real, jo me kundërshtarët që ti zgjedh vet për t'i futur për fasadë në zgjedhje. E dyta, nuk është një proces i rregullt demokratik, nuk ka një garë për kryetar, pasi jemi vetëm 20 e ca ditë pragës zgjedhjeve dhe nuk ka një program, nuk janë mbledh demokratët në për çdo qark, nuk është bërë një analizë e humbjeve të zgjedhjeve, nuk po lejohet që kandidatët që duan të garojnë për kreun e PD-s të japin një program, të mblidhen demokratët, si në çdo vend demokratik të dëgjohen të 3, 4, 5, 2 sa kandidat janë, se si do ta bëjnë këtë partiteci përpara, sepse duan të bëhen kryetar, si do ta sjellin atë në pushtet, këto nuk po dëgjohen. Kështu që ai thjesht ka shpalli datë 23 thot është gara, sepse ai e trajton si dyqan e vet personal dhe privat. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë pastaj me interesin kombëtar, por me interesin personal dhe familjar, që ai e ka kusht të domosdoshëm të mbajë peng Partinë Demokratike për të mbrojtur familjen e tij nga institucionet e drejtësisë, pasurinë e tij, por mbi të gjitha edhe ta ketë trampolinin e tij për t'i shpëtuar drejtësisë dhe pa diskutim dhe të lashave që ka me faktorin ndërkombëtar. Zonjë Balliu, ka disa zëra kritik brenda Partisë Demokratike, një prej tyre jeni dhe ju që e thoni hapur atë që mendoni për situatën e brendshme të partisë, ndërkohë ka dhe persona që janë afër zotit Berisha që nuk e thon këtë. Pse ndodh kjo? Janë të verbuar në thonjza persona që janë pranë, apo nuk kanë guximin ta thonë, apo u intereson për shkak të le të themi favoreve të ngushta personale që ata marrin, ndoshta deputet, ndoshta funksioneve brenda partisë, zgjedhin në këto kushte që të heshtin. Ato as nuk janë verbuar dhe absolutisht ato nuk kanë dëshirë absolute që të ndryshojë diçka, pasi ato pas Sali Berishën janë askushi. Dhe një askush nuk ka se si të ketë ide, një askush nuk ka se si të flas, një askush nuk ka se çfarë të transmetoj. Nuk është mungesë guximi, por është pa diskutim niveli më i lartë i dështimit një politikani, që t'jetë askushi. Dhe këto hyn tek ajo askushi. Askushin sepse nuk përfaqësojnë as elektoratin, nuk përfaqësojnë as demokratët, nuk përfaqësojnë as një kauz, nuk përfaqësojnë qytetarët, nuk kanë vota dhe çdo gjë për to është Saliu.
Dhe pa diskutim që ato nuk janë as të verbruar, as nuk është se nuk kanë guxim. Ato e din që janë dështak. Dhe përballë këtij faktit, atyre i duhet pa diskutim Saliu që t'i mbajë dështakët. Sepse vetëm me dështakët ai mund ta ruajë atë status quo në këtë gjendje ku pothuajse gjithë Shqipëria e din që ai nuk vjen më në pushtet dhe ai nuk fiton më. Janë vetëm këta dështak që ruajnë me fanatizëm karrikën e tyre. Por një individ i cili do demokracinë, një individ i cili ka emër, një individ i cili ka një karrierë caktuar dhe një jetë për te politikës, pa diskutim që e ka detyrë morale shoqërore që të thotë vërtetat. Tek ato asnjë nuk ndihet sepse ato nuk flasin nga detyrimi që i kanë Sali Berishës. Pa Sali Berishën ato janë askushi. Kështu që në këtë prizëm nuk mund të presësh që askushi të flasi, të revoltohet, të rebelohet, të transmetoj. Më thuaj ti mua sot sa deputet të opozitës ke aktiv. Heqim Berishën normalisht, që e kemi për ditë, nuk diskutohet kjo pjesa. Sa deputet janë aktiv? Sa kauza kanë ngritur? Sa shqetësime kanë ngritur? Sa aktivitete kanë bërë? Kanë një vit që e kanë marrë mandatin. Kështu që arrim tek ajo shumë them. Qartë, zonja Balliu, ju keni zhvilluar një takim të suksesshëm le të themi në Elbasan me mbështetësit atje, një takim që u prit mirë edhe nga demokratët. A do të ketë takime tjera në këtë vash ju keni? Pa diskutim që po, takimet do të jenë të vazhdueshme, betejë ime do të vazhdoj, por mbi të gjitha në javën vijim do marr edhe një tjetër trajektore pasi unë kam besim tek gjenerata e re, kam besim tek ndryshimi, kam besim tek gjithë qytetarët që duan ndryshimin e madh të ndodhin në Shqipëri dhe që duan Shqipërinë, duan atë dheun. Dhe pa diskutim që ka ardhur koha për të thënë jo pazarit Berisha Rama. Pak ditë më parë u zhvillua dhe protesta e opozitës, një protestë që dukshëm kishte më pak pjesëmarrje se protestat e kaluara, kishte edhe një mësymje të policisë të shpejtë, çka solli më pas edhe ndoshta mos reagimin e protestuesve siç kemi parë në protestat që janë zhvilluar në javët e para që zhvillohej manifestime të ndryshme. Mendoni që duhet të ndryshojë një strategji Partia Demokratike dhe nuk është protesta rruga e duhur për cilë rotacionin, për cilë ndoshta qeveri teknike që ata kërkojnë? Protesta është e drejta legjitime dhe demokratike e çdo qytetari të dalit protestoj kundra një qeverie të korruptuar. Nuk është strategjia ajo që duhet të ndryshojë Partia Demokratike. Nuk është se protesta është e pavlefshme, por personi i cili e drejton Partinë Demokratike, personi i cili e prin këtë betejë është ai që duhet të ndryshohet. Pa ndryshimin e leadershipit Partisë Demokratike, çfarë do lloj strategjie të bëj Partia Demokratike do jetë një dështim, sepse neve po flasim dhe po dalim në atë protestë për luftuar korrupsionin. Ndërkohë, ne kemi një lider i cili është krye i korruptuar. Në këtë prizëm, qytetarët nuk kanë më besim që ky individ del aty për hallet e tyre. Dhe këto nuk mund tani të mundin korrupsionin me në krye një të korruptuar. Dhe këtu është gjithë problemi i Partisë Demokratike sot. Nuk është problemi strategjisë, por është problemi leadershipit. Sa më shpejt ta kuptojnë demokratët dhe sa më shpejt ta pranojnë faktin që me Sali Berishën nuk fitohet dhe nuk vihet në pushtet, aq më afër do të jetë rruga që ne pa diskutim do të vim pushtet. Në pushtet vihet vetëm me gjeneratën e re, vihet me intelektualët, vihet me ide të qarta, vihet me individ të pa korruptuar, me individ cilët nuk kanë pazare, me individ cilët nuk ulen me oligarkët që rrin me Ramën nga mëngjesi deri në darkë edhe pastaj ditën tjetër paguajnë Syrin TV fatura tek Shkëlqen Berisha, sepse atëherë bëhemi të pabesueshëm. Dhe çdo lloj strategjie të bështi nuk do funksionojë. E vetmja strategji që sot i duhet Partisë Demokratike është gjenerata e re, i duhet një lëkurë e re, i duhen individ të rinj, individ cilët duan që kjo parti të vinë pushtet dhe të bëjnë shtet. Jo një parti e cila sot drejtohet nga disa individ që duan të ruajnë pushtetin
vetëm për interesat personale dhe familjar, kur e kanë qartë edhe prej faktorit ndërkombëtar, edhe prej problemeve që kanë me institucionet e drejtësisë që ato nuk vinë më në pushtet. Ju çfarë prisni në vazhdim, çfarë prisni të bëhet ndryshe? Jo vetëm brenda Partisë Demokratike, por edhe në situatën politike flitet shumë për qeveri teknike, flitet edhe për reforma territoriale dhe ato zgjedhore që janë duke diskutuar. Kemi 13 vite që dëgjojmë nga leadershipi i PD-s, do kemi qeveri teknike, kemi 13 vite që para çdo proteste rrëzojmë Ramën, kemi 13 vite që themi nuk ulemi negociat me Ramën, por në fund përfundojmë duke firmosur bashkë me Ramën. Ka ardhur koha që Partia Demokratike të reagojë ndaj kupolës vjetër, ka ardhur koha që çdo gjë të bëhet transparente, por mbi të gjitha ka ardhur koha që kjo parti mos mbahet peng për interesat e një individi vetëm dhe për mbrojtjen e pasurisë familjes tij. Alessia Balliu, faleminderit shumë që ishim ne në këtë hapësirë dhe në këtë bisedë. Faleminderit ju.